Deputeti i Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës Damian Gjiknuri inspektoi nga afër zonat problematike në njësinë administrative të Novoselës, të cilat u prekën nga rreshtet e dendura të ditëve të fundit si pasojë e daljes së vjosës nga shtrati. Gjatë inspektimit në terren dhe si deputet i zonës, Gjiknuri u njoh nga afër me situatën aktuale dhe masat e marra nga strukturat vendore dhe emergjencat civile për menaxhimin e situatës. Ai theksoi se pavarësisht intensitetit të rreshjeve, situata paraqitet pozitive dhe nën kontroll. Sipas deputetit socialist, lumi është rikthyer në shtratin e tij natyror, ndërsa përmbytjet janë menaxhuar falë dhe punës efikase, por gjithashtu edhe investimeve të kryera në argjinatur. Një rol kyç në shmangjen e dëmeve të mëdha sipas Gjiknurit ka luajtur argjinatura, e cila ka funksionuar siç ishte projektuar dhe ka dhënë efektin e duhur. Situata është shumë më mirë, edhe niveli i ujit ka rënë, përgjithsisht lumi është kthyer në shtratin e tij, edhe këto problemet e fundit siç jemi këtu që ky nënkalim ka qenë i bllokuar, tashmë mund quhet po kthehet normalitet. E rëndësishme është që këto përmbytje nuk patën një impakt të madh, u menaxhuan mirë, investimet e bëra ndër vite nga qeveria dhe sidomos argjinatura e bërë për të mbrojtur gjithë të zonë e dha rezultatin e saj dhe mua më vjen mirë që impakti ka qenë minimal, masat janë marrë në kohë, ndërkohë ishte edhe njësinë administrative Novosel ku përgatitej plani për shpërndarjen e ndihmave dhe po evidentoheshin dëmet që janë bërë në mënyrë që qeveria me paketën e saj të ndërmarrë veprimet për dëmshpërblimin apo për të ardhur ndihmë banorëve. Kështu që e rëndësishme është që më e keqja kaloi dhe le të shpresojmë në ditët më të mira. Në njësinë administrative të Novoselës, strukturat vendore vijojnë punën në terren për evidentimin e dëmeve aktuale, me qëllim që çdo problematik të trajtohet në kohë dhe të parandalohet çdo situatë tjetër e mëtejshme. Gjiknuri konfirmoi se deri më tani, vëmendja institucionale ka qenë e plotë, ndërsa ndërhyrjet kanë qenë të shpejta dhe impakti i problematikave nuk ka qenë shumë shqetësues. Gjiknuri theksoi gjithashtu se nuk ka probleme serioze për banorët, ndërsa në bashkëpunim me institucionet e shtetit dhe të pushtetit dhe strukturat civile u është ardhur në ndihmë. Patjetër vëmendja ka qenë besoj e plotë dhe nga komunikimet që pata me qytetarët dhe ju jeni në gjendje ta konstatoni vetë, falë dhe punës mirë të administratës së njësisë, bashkisë, që e njohin situatën, po dhe mbështetjes nga ana e qeverisë, sidomos emergjencat civile, është bërë mundur që impakti të jetë minimal dhe të mos kemi probleme serioze, siç kemi hasur vite më parë në situata të ngjashme. Nga ana tjetër, deputeti i Partisë Socialiste të Vlorës Damian Gjiknuri vlerësoi rolin e rëndësishëm të ndërhyrjeve të mëparshme në argjinaturën e Novoselës, duke nënvizuar se investimet e kryera për përforcimin e saj kanë qenë vendimtare për përballimin e situatës së krijuar nga rreshtet e shumta. Pak vite më parë, Gjiknuri, në cilësinë e drejtuesit politik të Partisë Socialiste, loboi për ndërtimin e argjinaturës. Realisht ka qenë një investim jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe më vjen mirë që impakti u dha dhe dëgjova nga vetë qytetarët se edhe vetë në një farë mënyrë, jo se e kisha harruar, por më kishte dalë nga vëmendja, po më thanë që ai investim që u bë para disa vitesh dhe më vjen mirë që kam qenë vetë drejtues dhe deputet që kam lobuar për atë investim, u bë realitet dhe efektin e dha dhe shmangi një pasojë që herët e tjera ka qenë shumë e madhe. Kështu që investimet në këtë drejtim janë gjithmonë të vlefshme dhe të dobishme për shoqërinë. Ka nevojë ndoshta për të tjera ndërhyrje në argjinatur dhe për ndonjë projekt tjetër? Patjetër se çdo krizë nxjerr në pa dhe problematikat që janë dhe mendoj që bashkë me Bashkimin Vlorë do të analizojmë këtë situatë për të bërë më të mirë që të kemi investime të tilla që të minimizojmë sa më shumë efektet e fenomeneve natyrore. Deputeti Damian Gjiknuri siguroi banorët se institucionet do të vijojnë të jenë në gatishmëri të plotë, ndërsa do të bëhet i mundur evidentimi të gjitha dëmeve për t'u ardhur në ndihmë banorëve.